PDSH-le të hapur mundësinë për negociata me subjektet politike, nuk përjashtohet as hyrja në qeveri. VMRO-DPMN fton Filipçen të shkëputet nga hija e Zoran Zaevit. LSDM akuzon VMRO-DPMN për humbjen e 128 milion eurove nga fondet europiane. Kryetari i ri i Çashkës thotë se komunën do ta zhvillojnë pa dallime fetare dhe kombëtare. Turqia lëshoi urdhër arrest për Netanyahun dhe për drejtues tjerë të lartë të Izraelit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në Tetov sot është mbajtur mbledhje kryesisë qendrore e Partisë Demokratike Shqiptare, ku ndër të tjera është diskutuar edhe për orientimin që do të marrë partia pas daljes nga fronti evropian. Deputeti Imer Aliu është pyetur nga gazetarët nëse ka pasur ftesë për bisedime për të hyrë në qeveri. Ai ka thënë se deri më tani nuk ka pasur ftesë. Megjithatë, tashetutje janë të hapur për të diskutuar me secilin aktor politik. Deputeti Aliu shtoi se humbja e BDI-s nuk është tragjedi kombëtare, por humbje e një grupi të caktuar. Partia Demokratike Shqiptare është në pritje të ftesës që të diskutojë me partitë e shumicës për të bërë pjesë e qeverisë. Imer Aliu nga kjo parti deklaroi se deri më tani nuk ka pasur ftesë, megjithatë tashetutje janë të hapur për të diskutuar me secilin aktor politik. Megjithatë, shtoi se aktualisht ka mospërputhje mes PDSH-s dhe qeverisë. Jo, mirë po, në fakt, ne nuk do të refuzojmë ftesën. Dialog apo debatin më sakt, ne do të zhvillojmë me secilin tashetutje, përfshi edhe qeverin. Mirë po, një gjë është e qartë, rendi ditës i Partisë Demokratike Shqiptare dhe rendi ditës i qeverisë dhe partive në qeveri, duke që është i ndryshëm. Mirë po, sigurisht, ne do të debatojmë me të gjithë. Imer Aliu tha se PDSH-ja do të mbajë përgjegjës partitë e shumicës dhe kryetarët e komunave që u kanë premtuar qytetarëve. Aliu shtoi se humbja e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk është tragjedi kombëtare, por humbje e një grupi të caktuar. Ne si Partia Demokratike Shqiptare, atë do bëjmë, do të mbajmë përgjegjës këta që kanë premtuar qytetarët dhe që i kanë pozicionet tashetutje në pushtetin lokal dhe pushtetin qendror. Ajo që BDI ka humbë nuk është tragjedi kombëtare. E mund të jetë tragjedi e disa individëve apo një grupi të caktuar. Sigurisht s'ka të bëjë me tragjedi kombëtare. Sot Partia Demokratike Shqiptare ka zhvilluar mbledhjen e kryesisë qendrore, ndërkaq vlen të kujtohet se kjo parti nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale të tetorit. Para se të merrte vendimin për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale, Partia Demokratike Shqiptare mori vendim për t'u larguar edhe nga fronti evropian. Partia në pushtet i ka kërkuar sot LSDM-s që të shkëpusë kërthizën, siç kanë thënë ata, nga dyshja Zaev Filipçe. Sipas VMRO-DPMN-s, udhëheqja aktuale e LSDM-s është duke u zhytur partinë e vet në humbje të njëpasnjëshme. VMRO-DPMN thekson se Filipçe duhet të tërhiqet për t'i hapur rrugë një opozite më të fortë dhe më të besueshme. VMRO-DPMN ka kërkuar dorëheqjen e kreut aktual të opozitës Venko Filipçe, duke cilësuar atë si hijen e Zoran Zaevit. Sipas kësaj partie, në drejtimin e dyshës Filipçe Zaev, lidhja social-demokrate e Maqedonisë është përballur me krizë të thellë dhe rënje historike në mbështetje. Viktoria Andonovska deklaroi se Filipçe duhet të tërhiqet për t'i hapur rrugë një opozite më të fortë dhe më të besueshme. Qeverisja e Filipçes dhe Zaevit me LSDM-n e çoi partinë drejt kolapsit dhe për këtë dëshmon edhe rezultati i këtyre zgjedhjeve lokale, në të cilat LSDM fitoi vetëm 6 komuna, 126.000 vota dhe rreth 230 këshilltar. Njëkohësisht, ajo humbi edhe bastionet e saj dikur të forta.
Sipas Andonovskës, për LSDM-n është e domosdoshme të ndërpritet lidhja e kërthizës mes Filipçes dhe Zaevit nëse dëshiron të mbijetojë politikisht. Në zgjedhjet e fundit lokale, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka dalë fituese vetëm në 6 komuna. Nga të gjitha bastionet, ajo ka arritur ta fitojë vetëm komunën e Qendrës, ndërkaq e ka humbur edhe Strumicën. 6 komunat e fituara, LSDM-ja 3 prej tyre i ka fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale më 19 tetor, 3 i ka fituar më 2 nëntor në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Partia opozitare LSDM ka akuzuar VMRO-DPMN për keq përdorimin në sektorin e bujqësisë. Ish-ministri i bujqësisë Lupço Nikolovski paralajmëroi se për shkak të një skandali me drejtorin e agjencisë pagesave Ilias Stojlev, Bashkimi Evropian mund të pezullojë programin IPART 3 me vlerë 128 milion euro. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë akuzon VMRO-DPMN për korrupsion të rëndë në sektorin e bujqësisë. Deputeti i opozitës Lupço Nikolovski paralajmëroi se për shkak të një skandali me drejtorin e agjencisë së pagesave Ilias Stojlev, Bashkimi Evropian mund të pezullojë programin IPART 3 me vlerë 128 milion euro, që ishte i destinuar për mbështetje të bujqeve dhe zhvillimin rural. Sipas Nikolovskit, ky është një dëm i madh jo vetëm për bujqit, por për të ardhmen e vendit si shtet evropian. По овој скандал Për shkak të këtij skandali, në rrezik janë 128 milion euro të programit IPART 3, para që duhet të ishin motori i zhvillimit të bujqësisë son. Kjo nuk kupton se nuk do të ketë më thirrje të reja, kontrata të reja dhe as pagesa për projektet që janë në zhvillim. Mira, bujq dhe agrobiznese tani përballen me pasiguri dhe me frikën se mund të humbin investimet e tyre. Sa herë VMRO-DPMN-ja është në pushtet, mbështetja nga Bashkimi Evropian vihet në pikpyetje. A i kujton se në vitin 2017, kur LSDM erdhi në pushtet, shfrytëzimi i fondeve IPART ishte vetëm 12%. Sipas Nikolovskit, gjatë qeverisjes së LSDM-s, programi u përmirësua deri në 100%. Shfrytëzim të fondeve IPART 2 dhe Maqedonia u bë lidere në rajon. Përfundon se në vetëm një vit e gjysmë pushteti aktual e ka shkatëruar sistemin e ndërtuar. Nga LSDM kërkojnë që institucionet të veprojnë menjëherë dhe të garantojnë transparencë, në mënyrë që vendi të mos humbas mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Pas 4 viteve, Qashka do të bëhet një shembull për gjitha komunat në vend. Këtë premtimi ka bërë kryetari i sapozgjedhur i komunës Suat Shaqiri, i cili ishte i ftuar në emisionin Debat në Shenja. Shaqiri thotë se ai është garancia një komune që do të funksionojë në frymën e bashkëjetesës dhe unitetit, pa dallim fetar, kombëtar apo institucional. Kryetari i sapozgjedhur i komunës së Qashkës, Suat Shaqiri, në emisionin Debat në Shenja, deklaron se pas 4 viteve të mandatit të tij, Qashka do të bëhet një shembull për të gjitha komunat në vend. Shaqiri thotë se ai është garancia e një komune që do të funksionojë në frymën e bashkëjetesës dhe unitetit, pa dallim fetar, kombëtar apo institucional. Premtoj dhe garantoj që vizioni im është që shqiptarët ta marrin hisen e tyre. Nuk do doja asnjëherë diçka e cila nuk do të jetë frutdhënëse pas një viti, pas një muaji apo pas 4 viteve. Jam kryetar komune i cili nuk e shoh aspektin populist dhe material vetëm që qëllimi im personal të realizohet. Por zotohem për kapacitetet e mia, për shokët e mi të cilët do t'i kem mbas dhe i kam pas meje, që ne si shqiptar do ndjehemi krenar dhe do të marrim hisen e cila na takon. Asgjë më tepër dhe asgjë më pak. Nga ana tjetër, ai deklaron se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet e fundit, duke theksuar se partia mbetet një forcë e rëndësishme politike në vend, e cila sipas tij do të del edhe më e fortë se ç'është. Unë jam antar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Absolutisht vjen nga dega apo kryesia, antarësia e komunës së Qashkës. Unë i rritur dhe veproj të vazhdoj të jem nën ombrellën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe pas liderit ton Alia Metit, se i përket çështjeve të reformave, sigurisht nga mediumet, nga pjesa e strukturave shoqërisë të cilët jemi pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka zërat, jo që zërat, po dhe është oficialisht se do të ketë kongres në 20 dhjetor në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë jam tepër optimist se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është tash humbës,
Sot Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me koalicionin thash gëzojnë të drejtën e 24.000 votave me tepër mbar Vende dhe mbar vendit. Bashkimi Demokratik për Integrim do të del edhe më i fuqishëm se ç'është. Kryetari nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së qytetarëve gjatë fushatës së tij, nga ku falenderon të gjithë me tekst të veçantë shqiptarët dhe komunitetin turk. Ai thotë se fokusi i tij ka qenë një bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe multietnik, duke përfshirë të gjitha komunitetet e komunës dhe duke promovuar unitetin lokal. Gjithashtu theksoi edhe rëndësinë e kandidimit të tij në kuadër të AKI-s si një hap për zhvillimin e komunës. Koalicioni Vlen ka vlerësuar sot krerët e ri të komunave të Haraqinës dhe të Arcës. Koalicioni shqiptar në pushtet thekson se fitoria e Daud Memishit dhe Daud Beqirit shënon një kapitull të ri të qeverisjes lokale. Ndonë se mandatin e kryetarëve, Daud Memishi dhe Daud Beqiri e kanë marrë tashmë një javë, koalicioni Vlen përmes rrjeteve sociale këto ditë i ka cilësuar si ditë të veçanta për Haraqinën dhe të Arcën. Sipas këtij koalicioni që doli fitues në dy komunat e lartë përmendura, qytetarët përjetuan fillimin e një epoke të re me kryetarët e rinj të komunave, duke shënuar një kapitull të ri të qeverisjes lokale. Në Haraqin, Daud Beqiri mori detyrën e kryetarit të komunës, duke sjellë premtimin për më shumë transparencë, investime dhe përkujdesje për çdo qytetar. Marrja e detyrës nga Beqiri përfaqëson më shumë se një ndryshim administrativ. Është një ndryshim epoke. Në të Arcë, kryetari i ri Daud Memishi shënoi fillimin e një kapitulli të ri për komunën, me fokus tek ndershmëria, transparenca dhe zhvillimi. Për qytetarët e të Arcës, kjo fitore është simboli i shpresës mbi frikën, i punës mbi premtimet boshe dhe i qytetarit mbi klanet. Koalicioni Vlen u uron sukses të plot kryetarëve të rinj dhe garanton mbështetjen e qeverisë për përshpejtimin e zhvillimit të dy komunave. Kur jemi tek zgjedhjet e kryetarëve të rinj, kujtojmë se dje detyrën e kryetarit të komunës së Studeriçanit e mori EU pa bazë nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, i cili në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale e mundi Azem Sadikin, kandidat i pavarur i mbështetur nga koalicioni Vlen. Një shtetas nga Kosova dhe një nga Greqia po kërkojnë nga autoritetet në Maqedoninë e Veriut për një akuzë të pazakont, organizimin e luftës së qenve. Këta persona së bashku me dy shtetas Maqedonas, Prokuria Themelore Publike e Manastirit i akuzon se më 1 nëntor në fshatin Cërnec kanë keqpërdorur rënd dhe i kanë ekspozuar qend ndaj vuajtjeve të panevojshme. Dy shtetas nga Maqedonia e Veriut, një nga Kosova dhe një nga Greqia, si bashkëkryerës, do të përgjigjen për veprën penale, vrasje dhe keqtrajtim të kafshëve sipas nenit 233 paragrafi 3 në lidhje me paragrafi 1 të kodit penal. Prokuroria Themelore Publike e Manastirit ka mbledhur të gjitha provat e nevojshme dhe ka paraqitur akuzë pasi më 1 nëntor në fshatin Cërnec të pandehurit për përfitime materiale kanë keqpërdorur rënd dhe i kanë ekspozuar qend ndaj vuajtjeve të panevojshme. I pandehuri i parë kishte organizuar një luftë mes dy qenve në oborrin e shtëpisë familjare të pandehurit të dytë, i cili paraprakisht kishte përgatitur një ring ku zhvillohej përleshja. Ngjarjen e kishin ndjekur edhe persona të tjerë nga Kosova, Greqia dhe Maqedonia, të cilët policia i ka gjetur në vend ngjarje dhe tek të cilët janë gjetur shuma parash në euro dhe denar, të destinuara për bazvënie. Prokurori publik ka dorëzuar në gjykatën themelore të Manastirit një kërkesë për vazhdimin e masës arrestit shtëpiak për dy shtetasit e Maqedonisë së Veriut, nëse dy shtetasit e huaj, të cilët janë në Arati që nga momenti i kryerjes së veprës, nëse nuk sigurohen deri në fillimin e procedurës gjyqësore, prokurori publik do të propozojë të gjykohen në mungesë. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian mbi progresin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajshme mori vlerësime të larta dhe pozitive për punën e saj. Në raport ndër tjera thuhet se administrata e Kadastrës ka prezantuar shërbime të reja digjitale për publikun, të cilat ulen numrin e rasteve të pasgjidhura me 20% krahasuar me vitin 2024 dhe ulen numrin e përgjithshëm të rasteve të pranuara me 10%. Regjistrimi i tokës dhe pasurive të paluajshme është përfunduar dhe skanimi me lazer është zbatuar në nivel kombëtar. Duke komentuar raportin, drejtori i agjencisë Ivan Zhivkovski theksoi se një vlerësim i tillë është një konfirmim i qasjes serioze të përgjithshme dhe efektive ndaj punës së institucionit.
Vazhdojmë të me lajmet, një gjykat në Stamboll lëshoi sot urdhër arresti për 37 të dyshuar, përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, me akuza për krime kundër njerëzimit dhe një gjenocid në Gaza, si dhe për sulmin ndaj flotilës globale Sumud, anijtë së cilës u sulmuan dhe sekuestruan në tetor në ujra ndërkombëtare, teksa po dërgonin ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Përveç Netanyahut, akt akuza përfshin ministrin e mbrojtjes Israel Katz, ministrin e sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, shefin e shtabit përgjithshëm Eyal Zamir dhe komandantin e marinës David Sahar Salama me akuza për krime kundër njerëzimit. Ndërkohë ka reaguar ministri i jashtëm izraelit, i cili e ka cilësuar këtë si veprim për qëllim publiciteti. Këtë hapje ka përshëndetur lëvizja palestineze e rezistencës Hamas, e cila vlerëson se është konfirmimi i qëndrimeve të sinqerta të popullit turk dhe udhëheqësve të tyre, të cilët janë të përkushtuar ndaj vlerave të drejtësisë, njerëzimit dhe vëllazërisë me popullin palestinez. Komisarja Europiane për zgjerimin Marta Kos ka deklaruar se Bashkimi Evropian duhet të qëndrojë vigjilente ndaj të ashtu quajturve kuaj të Trojës, duke i përshkruar ato si vende kandidate që mund të plotësojnë kriteret e pranimit në letër, por më vonë mund të minojnë vlerat demokratike nga brenda bllokut. Ajo tha se termi kuaj të Trojës pasqyron nevojën për të siguruar që anëtarët e ri të respektojnë plotësisht nënin 2 të traktatit të Bashkimit Evropian, i cili garanton demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e pakicave. Ne shohim se dhe disa shtete anëtare aktuale kanë vështirësi në sigurimin e kësaj, theksoi ajo, duke paralajmëruar kundër forcave të jashtme përçarëse siç janë operacionet hibride ruse në Moldavi. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve, të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.